Forshia vazhdon të shikoj poshtë pantallonave të tij, kur nëna zbulon arsyen, telefonon 911. Dori dhe burri i saj Michael u ndan disa muaj pasi djali i tyre, Aiden, lindi. Ndarja ishte e vështirë pasi çifti nuk ishin në marrëdhënie të mira. Kjo e bëri situatën me fëmijën e tyre edhe më të vështirë. Por për fat, çifti arriti një marrëveshje që do t'i bënte të lumtur ata të dy dhe djalin e tyre. Marrëveshja ishte që Aiden do të qëndronte midis prindërve të tij. Michael do ta kishte atë për një javë dhe Dori do ta kishte atë javën tjetër. Në këtë mënyrë, ata do shpenzonin njësoj kohë me të. Ai u rit me të dy prindërit e tij. Por një ditë, Dori vuri re diçka që e shtyu atë të vinte ndyshim motivet e ishit. Aiden po kalonte javën me të, kur ai vuri re duke bërë diçka tepër të çuditshme. Rreth mesditës, Aiden hyri në dhomën e ndënjes, i troqi pantallonat dhe i nguli syt poshtë tyre. Dori e pa për një moment dhe vazhdoi atë që po bënte, duke menduar se ai do të vazhdonte të luante, por ai nuk e bëri. Ai thjesht qëndroi ashtu, duke ngulur syt në pantallonat e tij përgjysmore. Dori e harroi atë gjë dhe vazhdoi ditën e saj, duke menduar se nuk ishte asgjë serioze. Por të nesërmen ndodhi përsëri. Dhe përsëri të nesërmen. Gjatë gjithë javës që Aiden kaloi me nënën e tij, ai ndalonte dhe ngulte syt pantallonave përgjysmore. Sjellja ishte padyshim e re dhe Dorin e futi në mendime. Aiden ishte një djalë i vogël kurioz. Mund të ketë qenë për shkak të moshës së tij, por ai ishte i magjepsur nga gjithçka që shihte dhe shpesh kishte një përgjigje të lezetshme ndaj kësaj. Dori pyeti veten nëse ky shikim i ngulur kishte të bënte me kuriozitetin e tij. Por kur kjo ndodhi përsëri në vizitën e tij të radhës, ajo vendosi ta kontrollonte. Dori e shtriu Aidenin dhe i kontrolloi këmbët, por asgjë nuk tregoi se diçka po e shqetësonte. Fakti që ajo nuk gjeti asgjë e la Dorin të habitur. Duhet të ketë një arsye që Aiden të shikojë ashtu. Nuk mund të ishte thjesht rastësi, dhe kurioziteti do ta kishte bërë atë të lëvizte në momentin që do të shihte atë që donte të shihte. Të nesërmen ndodhi e njëjta gjë dhe përsëri ishte rreth drekës. Dori pyeti veten nëse kishte të bënte me kohën, kështu që e kontrolloi përsëri ditën tjetër në orën 12. Aiden hyri në dhomën e ndenjes, troqi pantallonat dhe pa çdo gjë që e intrigonte. Pasi Aiden u kthye në shtëpinë e babait të tij, Dori u vizitua nga shoqja e saj, Olivia. Ajo ende po përpiqej të kuptonte se çfarë po ndodhte me djalin e saj, dhe ja përmendi sjelljen e tij të çuditshme shoqes. Pasi Olivia dëgjoi të gjithë historinë, ajo tha diçka që e bënte Dorin të dyshonte për ish bashortin e saj. A mund të jetë ai përgjegjës për atë që po ndodh me djalin e saj? Dori zuri një të dashur të ri disa javë përpara se Aiden të fillonte të sillet çuditshëm, dhe disa ditë pasi Michael e mori vesh për këtë, ai futi një letër në kutinë e saj postare. Në letër, ai shkroi shumë gjëra që kishin për qëllim ta lëndonin, por një gjë binte mbi të tjerat. Ai kërcënoi se do t'i bënte jetën të pamundur. Dori pyeti veten nëse kjo mund të ishte arsyeja pse Aiden veproi ashtu siç veproi. Ai mësoi babait të tij ta bënte këtë në mënyrë që ajo të ishte në një gjendje të përreshme shqetësimi, apo kishte më shumë për të? A mund të ishte e mundur që ai po përdorte djalin e tyre për të spionuar atë? Dori nuk donte ta besonte. Por Michael duke shumë xheloz për të dashurin e saj të ri. Sa më shumë që mendonte për këtë, aq më realiste dukej spionazhi. Dori kishte një punë gjysmëditore dhe ajo kthye në shtëpi pak para mesdite. Aiden filloi të sillet çuditshëm rreth orës 12:13. Në atë kohë, ai ishte tashmë në shtëpi dhe Michael e dinte këtë. Ai ishte e bindur se Michael kishte fshehur një pajisje regjistrimi ose çip në veshjen e Aiden. Dhe kjo është arsyeja pse ai shikonte pantallonat e tij në të njëjtën kohë çdo ditë. Po a kishte të drejtë ajo? Me këtë në mendje, Dori mori djalin e saj dhe e çoi në dhomën e ndërimit. Ajo zhveshi atë dhe kontrolloi lëkurën e tij përpara se ta kthente vëmendjen te rrobat e tij. Ajo kërkoi çdo centimetër të rrobave të tij dhe kontrolloi çdo stres, por nuk gjeti atë që kërkonte. Dori madje shkoi aq larg sa të kontrollonte pelenën e Aiden, por çipi nuk gjendej askund. Kishte mbetur vetëm një vend, këpucët e tij. Pasi kontrolloi tërësisht këpucët e tij, ajo eshti. Ajo nuk mund të gjente asnjë shenjë të një qipi. Thjesht duhet të pranonte faktin se nuk ishte asgjë atje. Edhe pse Dori nuk mundi të gjente asnjë provë, ai ishte e bindur se Michael po e spiononte dhe se ai po përdorte djalin e tyre për ta bërë këtë. Kështu asaj i lindi një ide për ta kapur atë në kurthin e tij.
Dori ishte në të njëjtën dhomë me Aiden kur mori telefonin e saj dhe thiri policin. Ai tha policisë saktësisht se çfarë po ndodhte dhe ata menjëherë dërguan oficerët. Meqense ishte përfshirë një foshnjë, policia nuk erdhi vetëm tek ajo. Ndërsa oficerët erdhën në shtëpinë e saj, njësi tjetër u dërgua në shtëpinë e Michael. Ai u arrestua në vend dhe u dërgua në komisariat për të marrë në pyetje. Ai që ndodhi më pas e la Dorin krejtësisht të hutuar. Policia e troqi zvarr Michaelin në stacionin e policisë, ndërsa Dori u ul me vetkënaqësi në karrigen e saj në shtëpi. Ajo dinte se Michael do të vinte seriozisht në dyshim vendimin e tij për ta spionuar, pasi policia u përfshi. Por më pas ndodhi diçka krejtësisht e papritur. Dori nuk e kishte idenë se policët do të vinin edhe për të. Ajo dëgjoi një trokitje në derën e saj dhe nuk e dinte pse. Ajo nuk priste asnjë vizitor dhe ishte në mes të akmarrjes së saj. Kush guxoi ta ndërpres, por kur pa se kush e priste jashtë, humbi e gjitha. Pse kishin ardhur? Policia po trokiste në derë. Pse ishin këtu për të? Ata duhet të merrnin Michaelin brenda, jo atë. Ajo dinte se gjithçka që mund të bënte ishte t'i lejonte të hynin. Çfarë mund të bëj për ju, oficer? Oficeri e përshëndeti me një buzëqeshje para se t'i thoshte diçka që nuk e priste. Duke qenë se dyshimet e saj për Michael ishin sakta, oficeri i zbatimit të ligjit i shpjegoi Dorit atë që kishin marrë vesh nga ish-bashorti i saj. Ata i kishin çuar në një dhomë pritje në zonën lokale dhe filluan t'i bënin pyetje në lidhje me spionimin. Por gjëja më e çuditshme nga të gjitha ishte se sa i Zoti ishte në gënjeshtër. Ai ishte shumë i bindur në pretendimin se nuk e dinte se çfarë po ndodhte, por gjërat nuk ishin ashtu siç dukeshin. Oficeri i tha Dorit se Michael u ka plotësisht i befasuar nga arrestimi. Ai duke i pavëmendshëm për faktin se ata po vinin dhe gjithashtu nuk e kishte idenë se për çfarë po flisnin kur bëhej fjalë për çdo lloj spionimi. Kur ata shpjeguan se kishin arsye të besonin se ai kishte futur një çip në pantallonat djalit të tij, ai duke i habitur. Apo gënjen vërtet? Dori nuk mund ta besonte atë që po dëgjonte. Asgjë nuk kishte kuptim për të. Nëse ai vërtet po e përgjonte, atëherë do ta dinte se po vinte policia. Diçka nuk ishte në rregull dhe Dori u ndjej friksuar. Ai ishte vërtet Michael kaq i pafajshëm. Ajo së shpejti do të mësonte saktësisht se çfarë ish burri i saj ishte në të vërtetë i aftë të bënte. Oficeri në shtëpinë e Dorit shpjegoi arsyeën e vërtetë që ai ishte atje. Ai tha asaj se duhet të merrnin masa të veçanta për të siguruar që djali i saj të mos ishte në ndonjë rrezik real. Me lejen e saj, oficeri nxori një pajisje të posaçme për zbuluar nëse kishte pajisje spiune tek djali i saj. Ai tha se përdorimi i pajisjes do të ishte padëmshëm dhe do të zgjaste vetëm një minutë. Por çfarë do të gjente oficeri? Oficeri e përshëndeti të riun Aiden dhe e pyeti nëse mund ta skanonte. Aiden i qeshi oficerit të policisë dhe ishte më se i lumtur që u bind. Në fund të fundit, djali mendoi se nuk ishte gjë tjetër veç se një lojë. Oficeri skanoi me kujdes Aiden lart e poshtë me skaner. Pas 5 minuta shkërkimi, ai vuri një zbulim të çmendur. Oficeri ngriti syt nga Dori, e cila po priste me një vështrim nervoz në fytyrën e saj. Oficeri tundi kokën dhe tha: "E po, është një lajm i mirë. Unë nuk mund të gjej asgjë tek djali juaj, por ky nuk ishte domosdoshmërisht një lajm i mirë për të. A nuk ishte vërtet asgjë për të shqetësuar? Apo ishte Michael një gjeni?" Oficeri u largua nga shtëpia e Dorit dhe i tha asaj se do ta përditësonte për çdo detaj të ri. Ajo kishte kohë të mendonte se çfarë po ndodhte në të vërtetë në atë kohë. Por ashtu siç mendoi se do të çmendej nga mos informimi, ajo mori një telefonat papritur. Mendoi se do të ishin autoritetet, por nuk ishte ashtu. Ishte një person i fundit që ajo mendoi se do të fliste. Telefonata nuk ishte nga askush tjetër përveç ish-bashortit të saj, Michael. Çfarë mund kishte dashur ai? A do ta kërcënonte përsëri apo do t'i thoshte se dëshironte të shkonte me të? Ajo nuk donte të merrte telefonin, por duhet të dinte se sa dinte ai. Shërtiu dhe mori telefonin, por nuk do të ishte gati për atë që ai do të thoshte. Por gjërat mori një kthes të papritur kur ai filloi të shpjegonte se çfarë i kishte ndodhur. Duke se ai kishte idenë se ishte Dori ajo që ishte përgjegjëse për këtë. Ai e pyeti nëse policët ishin shfaqur gjithashtu në pragun e saj, duke pyetur për Aiden. Dori shpjegoi se në të vërtetë ishte ajo që kishte thirrur policin kundër tij. Ishte për shkak të letrës kërcënuese dhe mënyrës së çuditshme që djali i tyre po vepronte. Natyrisht, ajo mendoi se do të ishte më mirë të ishte e sigurt
se sa të mendon të keq. Me të dëgjuar arsyetimin e saj, Michael bëri diçka që Dori nuk e kishte menduar kur në 1.000.000 vjet se do ta bënte. Fjalët e radhës të Michael e befasuan. Ai në fakt kërkoi falje për gjithçka. Ai shpjegoi se kishte dërguar letrën në gjallëndësi e sipër dhe në fakt nuk e kishte menduar atë që tha. Sa i përket çipit të spionazhit, ai u betua se nuk do t'i bënte kur diçka të tillë djalit tyre. Por nëse nuk ishte ai, atëherë çfarë po ndodhte me Aiden? Dori më pas bëri një pyetje fatale. Apo bën ndonjë të gjë kur është me ty? Rabin e saj, ai e dinte saktësisht se për çfarë po fliste. Ai tha asaj se rreth orës 12:13 Aiden të liqte pantallona dhe shikonte poshtë. Kjo do thoshte se ishte diçka e qëndrueshme që ai bëri me të dy. Por çfarë po ndodhte? Kjo shqetësoi edhe më shumë atë. Tani ajo nuk e dinte më se çfarë po ndodhte. Ajo duhet të kuptonte se çfarë po ndodhte me djalin e saj lidhur me këtë çështje. Po kujt i drejtohej? Ai pyeti Michaelin se çfarë mendonte për të gjithë situatën. Pastaj ata menduan për një zgjidhje të mundshme. Aiden e urrente të shkonte tek mjeku, por ata duhet të kuptonin se çfarë po ndodhte. Dori rezervoi një takim me mjekun e saj dhe e mori Aiden për ta parë. Ishte vështirë për Aidenin ta hipte në makinë, por ishte vetëm një mënyrë. Pasi arritën në zyrën e mjekut, ata ulën në dhomën e ekzaminimit. Mjeku përgatit për të ekzaminuar djalin e saj. Ai shpërqendroi Aidenin me një gjel sheqeri, duke thënë se nëse do të kalonte ekzaminimin, atëherë ajo do të ishte një dhuratë për të. Sytë e tij u ndezën nga gëzimi dhe pohoi me kokë plot gëzim. Mjeku e vizitoi lart e poshtë dhe nuk mund të shihte ndonjë shenjë të dukshme të ndonjë gjëje të çuditshme. Ai bëri një kontroll më të plotë dhe pasi kërkoi për 10 minuta, kishte disa lajme për t'i thënë nënës së tij të shqetësuar. Jam i lumtur të them se djali juaj i vogël është krejtësisht mirë dhe i shëndetshëm. Nuk kishte asgjë për të treguar sepse ai e ka këtë zakon. Miku rekomandoi që ta mbanin në vëzhgim për të parë nëse ajo mund të kuptonte ndonjë detaj tjetër. Gruaja largua nga zyra e zhgënjur. Ajo kishte shpresuar vërtet se doktori do të gjente diçka përfundimtare. Ajo e pa djalin me kujdes gjatë ditëve në vijim. Ai do të bënte të njëjtën gjë çdo ditë, në të njëjtin orar. Duhej të kishte diçka që i mungonte, por ajo nuk e kishte idenë se çfarë ishte. Dorothy bëri disa kërkime në internet për të kuptuar se çfarë lloj sjelljeje do të kishte qenë normale për Aiden. Pasi pa gjithçka që mundi, ajo arriti në një përfundim befasues që vetëm e la më shumë zemërthyer. A ishte kjo vërtet gjithçka? Çdo libër dhe faqe e internetit dolën në të njëjtin përfundim. Ajo do të pranonte faktin që djali i saj thjesht nuk ishte normal. Por më pas telefoni i saj filloi t'i binte. Ajo pa kontaktin dhe pa që ishte mjeku i saj. Çfarë lajmi do të kishte ai? Mjeku i tha asaj se donte të shihte Aiden sa më shpejt ishte e mundur. Ata zaktuan shpejt një takim për të nesërmen. Por çfarë kishte marrë vesh për sjelljen e djalit tyre? Dori shpresonte për zbulimin që ata po kërkonin, por ajo nuk priste një metodë çuditshme dhe jo ortodokse, siç ishte ajo që do të përdorte doktori. Ajo do të duhet të priste një ditë më shumë për të kuptuar saktësisht se çfarë nuk shkonte me djalin e saj. Gruaja u ndjej edhe më nervoze se më parë për një arsye të pashpjegueshme. Se do të bënte diçka aq të çuditshme sa të shikonte pantallonat e tij çdo ditë. Përgjigjja do të zbulojë Dorit sapo të shkonte tek mjeku. Mjeku i kishte kërkuar Dorotit që takimi i tij ishte në mesditë. Të dy arritën zyrën e mjekut me njëherë në mesditë. Ata hyn në ekzaminimin edhe një herë, por këtë herë mjeku duke më i shqetësuar se më parë. Çfarë do të thoshte? Ai ul në karrigën e tij dhe i tha Dorit se donte të priste deri në kohën e saktë, që Aiden normalisht shfaqte sjelljen e çuditshme. Faza kohore kishte shumë më tepër kuptim tani. Doktori donte të shihte se çfarë bëri Aiden për veten e tij dhe ndoshta ta diagnostikonte që andej. 12:13 pasdite, u rrotulluan dhe të gjithë e pan Aiden me kujdes. Ai duhet të kishte vepruar si zakonisht, por asgjë nuk ndodhi. Se nuk po bënte atë që zakonisht bënte në orën 12:13. Pastaj doktori bëri diçka radikale. Doktori u ngrit dhe shkoi në anën tjetër të dhomës. Për rabin e Dorotit, ai ndezi radion dhe e pyeti se cili ishte stacioni i tij i preferuar. Me udhëtuar se kur, ai belbëzoi numrin e stacionit dhe e ktheu në atë stacion. Më pas ai u kthye në karrigën e tij dhe ul. Çfarë po bënte? Por pak çaste më vonë, ajo nuk mund ta besonte atë që po dëshmonte. Ishte si nata dhe dita. Aiden shikonte poshtë dhe menjëherë troqi pantallonat e tij dhe nguli syt poshtë. Po pse po e bënte tani
dhe jo pak qaste më parë. Doktori buzëqeshi, duke se dinte më shumë se sa po tregonte, por sa po ai ishte mjaft i sigurt për t'i dhënë shpjegimin e tij Dorit, ajo trondi deri në palc. Mjeku ja shpjegoi hipotezën e tij nënës së shqetësuar. Ai pyeti nëse Dori kishte radion të ndezur çdo ditë rreth mesditës. Ajo tundi kokën si përgjigje. Atëherë buzëqeshja e doktorit u bë edhe më e madhe. Ai padyshim e kishte hapur çështjen, por çfarë lidhje kishte radioja me sjelljen e tij? Djali juaj thjesht po përpiqet të kërcejë në radio. Megjithatë, djali nuk di të kërcejë ende, kështu që kjo është mënyra më e afërt për të shprehur ndjenjat e tij. Ai ishte e gjithë kjo me të vërtet vetëm sepse Aiden po përpiqej të shprehë? Ajo nuk mundi ta besonte. Doktori tha asaj se ai do dilte prej saj me pak inkurajim. Kështu që Dori e regjistroi atë në klasat e vallëzimit për fëmijë. Ai mësoi mënyrën e duhur të kërcimit dhe kur nuk pa papritur